Qyteti bregdetar i Vlorës ka çelur zyrtarisht këtë të shtunë sezonin turistik 2026 përmes një atmosfere festive dhe një ser aktivitetesh të organizuara në zonën e plazhit të rinj ujë të ftohtë. Me pjesëmarrjen e qytetarëve, turistëve dhe 10 fëmijëve, aktivitetet kanë sjellë gjallëri në Bregdet, ndërsa festa pritet të vijojë deri të dielën në mbrëmje, ku do të kulmojë me një koncert të madh artistik. Paraditja ju dedikua fëmijëve të cilët u bën pjesë e lojrave, performancave artistike, aktiviteteve sportive dhe punëtorive kreative të organizuara përgjatë shëndetores dhe ambienteve të plazhit. Animatorët, artistët dhe grupet sportive krijuan një atmosferë festive, duke kthyer zonën në një hapësirë argëtimi për familjet dhe pushuesit që kanë zgjedhur Vlorën për të kaluar fundjavën e parë të sezonit. Në vijim të programit gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes janë planifikuar koncerte live, performanca muzikore, aktivitete kulturore dhe artistike, si dhe evente të ndryshme që synojnë të promovojnë turizmin dhe jetën kulturore në qytetin bregdetar. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini deklaroi këtë të shtunë se bashkia ka menduar një program të gjerë aktivitetesh për të gjitha grup moshat, me qëllim që sezoni turistik të nisë në mënyrë më festive të mundshme. Sipas saj, gjatë 2 ditëve, Vlora do të jetë mbushur me aktivitete që do të zhvillojnë gjatë ditës, por edhe në mbrëmje, duke krijuar një atmosferë dinamike në të gjithë vijën bregdetare. Data 9 edhe 10 maj do të jenë 2 ditët ku Vlora do të çelë sezonin turistik, me një gamë të gjerë aktivitetesh ku sot dita i është kushtuar pikërisht fëmijëve dhe siç e shikoni këtu ka stenda sportive për fëmijë, diku janë hapur loret e voleybollit, diku shahu, diku teatri i kukullave, pra një gamë e gjerë aktivitete ku janë përfshirë fëmijët. Dhe totalisht mbasdita do të jetë e inkuadruar për një gamë të gjerë aktivitetesh ku çdo fashë komuniteti do ta gjejë veten. Ora 17 në këtë skenë të mrekullueshme do të jetë sfilata e miseve me veshje franceze, pra ajo është International Fashion Week që është çelur si pari në Tiranë dhe do të vazhdojë në Vlorë, dhe Nik Xhelilaj me Luana Vjollcën në ambientet e kinemasë së Vlorës do të shfaqin filmin e tyre, dhe pastaj në orën 18 me panairin e mrekullueshëm të artizanëve të Vlorës, ku gjithë komuniteti vlonjat dhe të ftuarit do të kenë mundësinë të shikojnë punimet e mrekullueshme të artizanëve vlonjat. Pastaj si pari i festave do vazhdoj me atë që ju e keni 3 ditë që e shijoni, me sfilatën edhe ndarjen e çmimeve të Alketi Slanimit pranë Marina Bayt, ambientet të Marina Bay do ndahen çmimet, dhe po kështu në orën 20 do të kulmoj mbrëmja me fillimin e koncerteve ku zërat më të fuqishëm të muzikës shqiptare shpresoj do të bëjnë një spektakël. Dita e nesërme do të vazhdoj përsëri me një gamë të gjerë aktivitetesh dhe po ashtu Balina Bodinaku sot në orën 7:19 do të ketë një shfaqje të mrekullueshme për gjithë jetën e Tefta Tashkokoços, dhe ne mezi e presim dhe atë shfaqje, dhe dita e nesërme do të fillojë ritmi i muzikës me këngëtar përsëri të preferuar, ku rinia shqiptare do të shijojë kërkesën e tyre, pra rinia vlonjate ka pas një kërkesë të veçantë për gjithë muzikantët, po sidomos për këngëtarin Noizi. Kryebashkiakja Mersini theksoi se organizime të tilla synojnë të japin më shumë ritëm jetës turistike të qytetit dhe të promovojnë Vlorën si një nga destinacionet kryesore të turizmit në Shqipëri. Ashtu si në çdo sezon, po si vjet ne kemi dhënë një ritëm Vlorës me atë që quhet Valon On, pra çdo gjë do të jetë on. Shpresoj të sfidoj motin, sepse e dije që ne kishim përgatitur shumë aktivitete, moti i prishi gjithë planet tona, por sot, siç e shikoni, dita ka nisur më qetë, shpresojmë që moti nuk do të bëhet pengesë për aktivitetet. Sipas kryebashkiakes, Vlora po përjeton një rritje të ndjeshme të interesit nga turistët vendase të huaj, ndërsa prenotimet për sezonin veror kanë nisur erët dhe janë nivele shumë të larta. Ajo nënvizon se një pjesë e madhe e turistëve janë pushues që rikthehen sërish në qytet pas eksperiencave pozitive të viteve të kaluara. Vlora është kthyer në epiqendrën e gjithë prenotimeve tashmë, gjithë operatorët turistikë në pritshmëritë e tyre janë të kënaqur sepse i ka kaluar të paktën deri tani numrin e njerëzve që kanë vizituar vjet Vlorën. Aktualisht Vlora numëron rreth 20.000 shtetër hotelerie, pa përfshirë apartamentet dhe banesat private që jepen me qira gjatë sezonit veror. Ndërkohë, sipas Bashkisë së Vlorës, kapacitetet akomoduese vijojnë të rriten nga viti në vit, sidomos në zonën turistike të Radhimës, ku janë shtuar investimet në hoteleri
dhe struktura shërbimi për turistët. Tashëm ne kemi të regjistruar 20.000 shtetër në qytetin e Vlorës dhe pastaj këto janë shtetër hotelerie, por Airbnb dhe ato që janë në platformat e booking nëpërmjet shtëpive e rrisin këtë numër dhe pa diskutim Vlorës si vjet në pjesën e Orikumit dhe Radhimës janë shtuar hotele dhe njësi të reja akomoduese, të cilët pa diskutim rrisin kapacitetet. Edhe kryebashkiakja Brunilda Mersini u përfshin atmosferën festive dhe aktivitetet organizuara gjatë kësaj të shtune në plazhin e ri, duke luajtur edhe sha. Hapja e sezonit veror konsiderohet si një nga momentet më të rëndësishme, pasi Vlora mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara në vend gjatë muajve të verës, duke tërhequr mira vizitor nga Shqipëria, Kosova dhe vende të ndryshme të Europës, por edhe deri në Amerikë.